the people of Iran have succeeded. Iranit ka arritur të paraqes një zgjidhje të besueshme me mbështetje të fortë historike dhe sociale. Kjo zgjidhje është një alternativë demokratike, Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit. Kjo alternativë refuzon si diktaturën e mëparshme monarkike, ashtu edhe tiraninë e tanishme fetare. Ajo shikon drejt së ardhmes, në vend që të kthehet në të kaluarën ose të vazhdojë situatën e tanishme. Vazhdimi i situatës aktuale apo kthimi në të kaluarën do të thoshte vazhdimi i shtypjes dhe varfërisë për popullin e Iranit dhe destabilitet e konflikt për rajonin. Bazuar në planin e tij me 10 pika, NCRI ka shpallur një qeveri të përkohshme. Slogani i rezistencës iraniane dhe i qeverisë së përkohshme është paqja dhe liria. Se plani me 10 pika i paraqitur nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit ofron një rrugë të besueshme demokratike për të ardhmen e Iranit, duke mbështetur të drejtat e njeriut, pluralizmin dhe sundimin e ligjit. Përkushtimi im ndaj një demokracie laike dhe demokratike në Iran vazhdon dhe ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë derisa të realizohet. Ne flasim për planin me 10 pika, refuzimin e sundimit absolut klerikal. Jeni dakord me këtë? Vërtet? Lirinë e fjalës, lirinë e partive politike, lirinë e tubimeve, lirinë e shtypit dhe internetin. Shpërbërja e trupave të gardës revolucionare islamike. Sa lëvizje e mirë është kjo. Siç dëgjuat, unë jam një bashkësponsorizuese origjinale krenare e rezolutës së dhomës 166, e cila përshkruan planin prej 10 pikash, një udhërrëfyes për një Iran të lirë, laik dhe demokratik, të bazuar në të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe ndarjen e fesë dhe shtetit. Unë pajtohem me zonjën Rajadi, ne i qëndrojmë me të, dhe sigurisht që udhërrëfyesi i saj dërgon një mesazh të qartë se ne mbështesim një kalim drejt një republike bazuar në vullnetin e popullit dhe zgjedhjeve të lira. Dhe mendoj se mund të shohim historinë e përfshirjes së SBA-s në Iran në imponimin e liderëve, monarkëve ndaj popullit iranian, dhe kjo nuk i bëri mirë popullit iranian. Dhe unë sigurisht që nuk do t'i mbroja kur veprimet e liderit të mëparshëm, të Ajatollahut. Megjithatë, personalisht nuk mendoj se Amerika, bombardimi i Iranit, është rruga për të sjellë ndryshimin në qeveri që populli ka dashur. 10 mira iranian u vranë sepse u ngritën në këmbë. Pra po flisnim këtë mëngjes, një nga gjërat është se duhet të sigurohemi që ka gjithmonë internet për njerëzit, në mënyrë që ata ta dinë, dhe kjo duhet të jetë një synim, të dinë se çfarë po ndodh në Iran, dhe duhet të ketë garanci kur të arrihet përfundimisht një marrëveshje paqeje, që ne do të kemi një vend perëndimor dhe të lirë. Duhet të jetë më shumë se një demokraci. Ada me radh, ata kanë vënë në shenjestër civilët, njerëz që nuk pajtohen me ta politikisht, njerëz që thjesht po luftojnë për të drejtat themelore të njeriut dhe për një mundësi për të hedhur votën e tyre në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, angazhimi që keni nga unë është të vazhdoj të jemi guximshëm për këtë çështje, të mbështes njerëzit që po luftojnë për demokraci në Iran dhe të sigurohem që ne gjithashtu po kundërshtojmë çdo përpjekje që do të dëmtonte civilët në Iran, duke u sjelluar që qasja e Shteteve të Bashkuara është të mbështes njerëzit në teren dhe të mos përpiqet t'ua imponojë atë ndryshim atyre nga jashtë. Shpresa ime është që populli i Iranit të përjetojë liritë që ne gëzojmë këtu në Shtetet e Bashkuara. Irani ka një potencial të jashtëzakonshëm, i cili vërtet është dekurajuar këto 47 vitet e fundit.